Kishtë thonë një deputet i opozitës, Margot Trum Shpërlam, hajde në Kosovë, jetoni këtu e provoni e tani votoni Albin Kurtin. Nashta, pedini kush është, vetë me veti thash vallaj, me dhonja 200 hektar tokë, ka 13 cent, jo dhe ka 20 cent e kisha pagu, edhe ka 25, arin e kisha pagu, pa problem. Edhe me shita 6.000, 7.000, 8.000, 12.000 euro me shqit Kosovës, ja krejt, po të garantoj, krejt Margota është këthy në Kosovë. Veç jep një mundësien që mi pas cukur jo deputet e opozitës ka 200-300 hektar tokë, mi blej ka 13 cent e ta një gjysën mi shqit ka 6-7.000 euro, 8.000-9.000, vallaj, nuk besoj që rrinë në kush me shku me lidh armatur mo. Po nejse ju përshëndes, ta shpedini kush është.